disa herë, do të jap edhe nga 1 minutë, ama jo ma shumë se 1 minutë. Urdhro zonja Kryeziu. Një kryeministër që ka 16 euro në konto, nuk është një kryeministër që vjetë. Një kryeministër që tu ka bo pi hiqit milioner, që që kemi pas në kalumën për facus këtynet PDK-s e LDK-s e AK-s, që se dim prej ka i ka ardhë pasunia, është kryeministër që të banë me mendu ty që këtë dikon i ka marrë që të paret. Sepse milionat zbohen të najtë në zyret kryeministrit, të vnu kravata, edhe të këshyrë qysh me i marrë krejt punë në favor të rritjes së gjepit të ndë jotë qytetarve. Që jo ka ndodhë me kryeministrat që i përfacojnë këta 3 sot në studio, e që dikur ju në kohën kryeministrat Republikës Kosovës. Ata sot kanë miliona, e prandaj na kemi bo byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Zotri Bislim, nëse keni përcjell politikën, është dashur me kuptu që ligjin e kemi kalu në kuvend. Edhe është dashur po ashtu me kuptu qysh ka rrjedh çështja e procesit të vetingut, edhe cilat kanë qenë subjektet politike cilat e kanë kundërshtuar në vazhdimsi pikërisht këto 2 projekte shumë të rëndësishme, sepse këtyne ju dhëmb mja pa prej nga i ka ardhur pasuria, sepse e din që se kanë të lehtëshme, e din që e kanë marrë prej diku ku s'është dashur. E këta përfaqësojnë këta lloj krimit. Zonja Musliu, pastaj zoti Gjini me ty.